Në këto momente, malësoj rrugovat nga fshati Molaj, Besnik Loj që erdhë në qytetin e Pes, i cili ka hecë kom 18 kilometra. Shaj proteste për disa gjona qia që ju kanë borë rrugovës, si Parku Nacional, si morja 8300 hektar tokë, edhe shumë gjëra tjera. Kështu që unë e uroj mirë se orën. A mujtë më rëvurë? Këshe, e mirë, a u lolla, a mujtë dolla, a ta dorë të ishë bërburë? Po, që veç, a do marë me mua qësha. Qëre shkep që të pa jepja këtin, ja, 1-2-3 copa, kus lypja jep ka një lenë, ka një. Mërë. Dhe gjitha rrugët i hapë. Kurse, aty ku është amfiteatri, ku është arti, kultura, aty nuk e asfaltojnë. Unë të tyrova 6 kilometra qeli rrugë dhe me shpenzimet mija, të blej dhe rrugë nga fshatarët, kurse rruga 2200 metra nga fabrika ujit, dhejtë amfiteatri, dhejtë museu, asnjëherë nuk u kujdes, apo nuk u mirëmbajt nga komuna, vetëm se e kishte emblemen u që kësë amfiteatri. Kështu që, agroniqi i asfaltoj rrugës dhe të shpellat e arushave aty. Në ato rrugë të cilët nuk pat nevoj të asfaltohen, nuk pat nevoj të qelen, sepse zbanon askush aty. Kurse, te ne që jom në banor i gjitha stinëve të vitit, dhe jom i vetëmi tatim pagus në fshat që paguj tatimin për tokë edhe për shtëpi. Asnjëherë nuk u kujdes edhe asnjëherë nuk e hapi gjatë dimnit, nuk e hapi rrugën kur ishte bora. Disa herë ju blloku dhe i konfirm asnjëherë nuk erdhën ata që ta hapin rrugën. Kështu që jam i vetë një banor aty. Kjo është një atë personal. Kështu që ju po i thirrni ju qytetarëve që keni kujdes që tash në ditën e dile kena votime, unë nuk jam antar asnjë partie politike. Vete kena kujdes se ku japin votin. Japin me atij që është më i mirë. Atij që ka që donë atë dhënë, ai që donë ushtrin qeveristar të Kosovës, ai i cili e donë natyrën. Pastaj, rrugova është katru, rrugova është mbush lumi, rrugovës është mbush me goma. Kam qenë disa herë të ky agroni këtu, kam qenë disa herë të kryetari, kam qenë disa herë në inspekcion, në polici, por gomat metën aty në lumë. Mos harroni, ju jeni ata qytetarë që pini aty ujin. Aty janë me 10 kamiona me gomat makinave që po hudhen. Në lumë, askush nuk intervenon. Kështu që protestojmë së bashki, të arrujmë lumin, të arrujmë natyrën. Dalesa shtëpia u që përna bëhet. Dalesa shtëpia, ne e 30% e rrugovës ja kanë dhonë malit zi. Une që 3 herë shkojnë gjyq, sepse e kom nis një shtëpi, një shtallë për kafsh, kom pas dhenë, jo, nuk kom drejt me maru një shtallë për kafsh. Nuk kom drejt një koqak për pula me maru. Ve për penale të Shati jam në 6 vene ka vorre, se nuk lejojmë me pas një vend vorre, se thojnë është park nacional. As njerë në jetë temës kom po ve për penale. Në Kosovë që kom nisë një shpi me maru, i thotë ve për penale. Mjetë së përaj që ka rati ka.
jetë si ai që ka masakruar. Kështu të nderuar qytetar, kjo është pakësia ime. Pastaj, drejtorisë të arsimit feje si bëjthirje, që shkollën Drelaj ta pastroj, se shkolla e vetë një shkollë Drelaj e 13 shatra dhe mbyll me dallaveret e kryetarit, i cili tha